Kryeministri Hristijan Mickoski shprehu zhgënjim për pjesëmarrjen e ulët të bullgarëve Maqedonas në zgjedhjet parlamentare në Bullgari, duke theksuar se interesi për të votuar është dukshëm më i ulët se sa pritej. Jam pak i zhgënjyer nga pjesëmarrja e ulët e bullgarëve Maqedonas, sepse vetëm 250 bullgar Maqedonas janë të interesuar të marrin pjesë në këto zgjedhje, nga më shumë se 200.000 sipas Radevit. Prisja që pjesëmarrja të ishte më e lartë, ka deklaruar me një dozë ironie kryeministri Mickoski. Ai ka sqaruar se si e dëshiron të ardhmen e vendit fqinj. Pres që qytetarët e Bullgarisë të zgjedhin një kryeminist që është i orientuar drejt Evropës, domethënë një president të qeverisë që të jetë i orientuar drejt fqinjësisë së mirë dhe në vend të çështjeve dypalqe do t'i përkushtohet promovimit të kritereve të Kopenhagenit. Deklarata vjen në një kohë kur Maqedonia e Veriut është e bllokuar në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosmarrveshjes me Bullgarinë, e cila po kërkon të përfshijë bullgarët në kushtetut. Qeveria e Mickoskit nuk ka pranuar që të realizojë ndryshimet kushtetuese, duke u arsyetuar se gjatë rrugës së integrimeve evropiane mund të ketë edhe kushte tjera. Bullgaria po zhvillon zgjedhjet e 8 parlamentare që nga viti 2021 të martën, në të cilat ish-presidenti Rumen Radev nuk ka gjasa të fitojë një shumicë të plotë, duke e lënë atë të varur nga partnerët potencial për të formuar një qeveri. Ardhja e 62 vjeçarit Radev do të pritet me shqetësim në shumë kryeqytete evropiane, vetëm një javë pasi Hungaria rrëzoi Viktor Orbanit, një udhëheqës që ishte mbështetës i Kremlinit. Radev ka thënë se nuk është pro-rus. Unë kam qëndrime plotësisht pro-bullgare, unë kam qëndrime pro-evropiane, deklaroi ish-presidenti.